Ishim shumë pranë divorcit, por vendosëm të luftojmë për njëri tjetrin. Qëllimi i kësaj video nuk është që të promovoj divorcin apo të promovoj ato martesa të dështuara në hijen e asaj kulturës shqiptare që duro. Jo, qëllimi i kësaj video është që ne të ndajmë eksperiencën tonë dhe një jetë reale se si ndodh kur përballemi me sfida të ndryshme, sidomos sfidat që i përkasin fëmijës, dhe martesa fillon të pësojë krisjet e para. Në martesën tonë kemi pas probleme që nuk lidhen me tradhti, nuk lidhen me dhunë, nuk lidhen me abuzime, me alkool, me bixhoz, por krisje dhe problematika nga më të zakonshmet që besoj ka çdo familje kur mbi ngarkohet secili nga ne. Ne kemi punuar shumë e veten për të shpëtuar martesën tonë. Pra kemi përmirësuar veten çdo ditë. Dhe më poshtë do listojmë disa nga gjërat kryesore. 1. Pranuam që nuk ishim mirë. Kemi parë shembuj që sherret, problematikat në martesë janë normale dhe ne e marrim të mirëqen që kur nuk jemi mirë dhe kur ka sherre ose do vazhdojmë në atë lloj mënyre ose do përfundojmë në divorc. Dhe zgjidhja më e shpejtë është divorci, nëse nuk ka problematika madhore siç është dhuna, siç është tradhtia, siç janë çështjet ku partneri ose partnerja janë totalisht pasiv në aspektin financiar dhe nuk ndihmojnë dhe nuk i ndajnë përgjegjësitë në familje, atëherë është e drejta juaj që të ndërmerrni dhe hapin drejt divorcit. Por nëse gjithçka është okay, duhet ta pranosh që ka një problem. Ne e pranuam që ka një problem. E pranuam faktin që diçka nuk shkonte, që ky lloj komunikimi, që ne jemi gjithmonë duke sulmuar njëri tjetrin, nuk është i shëndetshëm, që nuk i bënte mirë vajzës, shembulli që po i jepnim, dhe nuk na bënte mirë ne emocionalisht dhe mendërisht që ta shikonim njëri tjetrin si dy armiq poshtë një çatie. 2. Më pak ego dhe më shumë dëgjim. Ta dëgjojmë partneren për ta kuptuar jo fjalët që ajo thot, po ndjenjat se çfarë ajo ka për brenda dhe çfarë e shqetëson. Ne dëgjojmë shumë ndjenjë sesa me fjalë. 3. Ndaluam së bëri fajtor tjetrin dhe kthyem gishtin nga vetja. Në ato momente të debatit ne e besojmë çfarë na thot mendja, por jo detyrimisht është e vërtetë. Nëse marrëdhënia është dyshe, të dy kanë faj. Nëse marrëdhënia është dyshe, të dy kanë përgjegjësi. Nëse marrëdhënia është dyshe, të dy meritojnë merita dhe duartrokitje për ecurinë pozitive dhe ecurinë normale të asaj familje. Dhe në rastin tonë, të dy kishin faj. Ka që ishim të mbingarkuar, të dy kishim anën tonë për ta përmirësuar veten. Pra mos shikoj gjithmonë te tjetri, po shiko edhe te vetja. Në ato raste që është tashmë e shkruar e zeza mbi të bardhë që personi që ti ke në krah është një person që është manipulues, narcistik, dembel, nuk punon, nuk sjell të ardhura në familje, të tradhton, të bën dhunë psikologjike ose fizike, nuk ke çfarë të shikosh te vetja, jepi drejtim, lëre vazhdo jetën tënde, por në rastin kur ka ende dashuri, kur jeni dy njerëz që e doni njëri tjetrin, por thjesht jeni futur në një periudhë të errët në familjen tuaj, atëherë mundohu ta kuptosh edhe tjetrin dhe mundohu të drejtosh gishtin dhe nga vetja. 4. Mundohuni të bëni prioritet njëri tjetrin. Pra, jo vetëm si prindër, por edhe si çift, të dilni në vende të reja ose të eksploroni vende të reja bashkë, qoftë për një kafe, qoftë për një darkë, duhet bërë si prioritet. Ose të paktën edhe 10 minuta t'i kaloni vetëm pa fëmijën, pa diskutuar për fëmijën, jo çdo bisedë do jetë rreth pelenave, rreth shkollimit të fëmijës, rreth zhvillimit të fëmijës. Të flisni edhe për gjëra që flasin çiftet normalisht, se në fundit ju nuk u martuat dhe nuk jeni bashkë për të bërë fëmijë, u martuat dhe jeni bashkë për atë pasionin, për atë flirtimin që keni pasur në fillim, mbajini gjallë të gjitha këto. 5. Dhe më e rëndësishmja, zgjodhëm që mos të dorëzohemi. Është shumë e lehtë të dorëzohesh dhe të heqësh dorë, por arsyeja që ne jemi bashkë dhe arsyeja që çdo çift është bashkë, mendoj që është dashuria. Dhe flas për çiftet që janë njohur në një mënyrë të shëndetshme, jo çiftet që i kanë martuar me blesëri apo kanë qenë të detyruar nga rrethana të ndryshme. Ata që e kanë zgjedhur njëri tjetrin nga ndjenjat e pastra, mendoj që ka shumë dhe ja vlen sigurisht që ta shpëtosh dashurinë dhe një martesë të shëndetshme, pavarësisht se rrethanat të bëjnë të besosh të kundërtën, pavarësisht se është shumë e lehtë të dorëzohesh divorcit, të dorëzohesh asaj dëshirës që ke për ta pasur sa më larg atë person ato momentet keni ato sherrët të debatet, por mbas atij shpërthimit, mbas atij versionit të errët personit tënd, të njeriu që ti ke në krah, është ende ai ideali ose ajo vajza me shpirtin e pastër që para shumë kohësh ty të ka bërë për vete dhe të ka dhënë ato sinjalet që doje të kaloje jetën me të. Është shumë e lehtë të dorëzohesh errësirës, por kërkon shumë guxim dhe këmbgulje që të shikosh dritën përtej asaj errësire, në mes të asaj errësire. Të shikosh grimcat e dritës që ti ke parë dikur te shikimi i personit që ti ke në krah. Kështu që ne zgjodhëm mos të dorëzohemi,
Dhe prandaj jemi ende bashk. Ka raste që dua ta mbys, sa të duash, edhe tani që jemi duke bërë këtë video. Por që vendosa të shikoj dhe anët pozitive. Pavarësisht se jetën e kemi shumë të sfiduar, me shumë sfida, por momenti kur jemi dy për një qëllim, jeta bëhet më e lehtë. Momenti kur ndalon, mëson të kërkosh falje, se dhe kjo është shumë e rëndësishme, të thuash më fal. Kur e ke gabim ta pranosh të kërkosh dhe falje. Unë mendoj që në martesë nuk ka vend për ego, në dashurinë nuk ka vend për ego. Ka pasur rëndësi që unë të jem e lumtur dhe jo të kem të drejtë. Nuk dua të kem të drejtë, unë dua të jem e lumtur dhe të kuptohem në nivel ndjenjash nga personi që unë ndaj jetën, që ndaj fëmijën tim dhe që ndaj shtëpinë, çatin dhe vaktet. Shumë drejt. Do të shtoj diçka tjetër. Kur shikojmë bashkëshorten ose bashkëshortin, pra që kemi edhe fëmijë, do mendojmë edhe për fëmijët, po do mendojmë edhe për lumturinë tonë. Nëse bashkëshortja jote ose bashkëshorti bën një veprim që ndoshta normalisht edhe mund të jetë gabim, kuptohet jo pjesës dhunës, pjesa tjetër që përmendëm, prap ti do ta falësh. Mundohu ta shikosh sikur ai është ose ajo është moshën 8 vjeçe ose 6 vjeçe, jeta që ka kaluar etj. Pra, shikojnë atë këndvështrim, ose shikoj të rritur kaq, po shikoj sikur është 8 vjeçe. Të reflektojmë pak, mos të jemi me urrëtie, edhe të shkojnë direkt te dyert e gjykatës për të ndarë etj. Në fund ja përbrenda të gjithë kemi atë fëmin ton, të brendshëm. Se pikërisht 8 vjeç. Po kush e mendova 8, 6 ose 5 që si ka. Kjo është shumë e vërtetë, sepse unë që po punoj me studentët e kanë vënë që shumica janë të rritur fizikisht, emocionalisht janë akoma të ngelën fëmijëri, bëjnë reagimet emocionale si fëmijë të vegjël. Dhe në momentet e debateve bashkëshortore, ato reagimet shpërthyese janë të fëmijës tonë të brendshëm, që ndihet i lënë bazdore apo i zhgënjur apo i pakuptuar, kështu që kjo është shumë e vërtetë. Nëse po kalon vështirësi në marrëdhënie në çift, mund të na ndjekësh për më shumë frymëzim, të frymëzohesh kur ne zihemi dhe kënaqemi këtu në Instagram, të frymëzohesh kur ne përqafojmë dhe puthemi, kur ne pim një gotë verë, kur ne kërcejmë, kur ne stërvitemi për rikthejmë trupin në formë, kur ne qajmë dhe lotojmë për sfidat që po kalojmë me fëmijën tonë, të gjitha bashkë, ngjyrat e vërteta të jetës. Nëse të ngjyrat e vërteta të kësaj jete, të ftojmë të bësh follow Fatjona Cici dhe Eduard Kaca. Të dërgojmë shumë dashuri. Është e lehtë të heqësh dorë, ama në fund ja vlen e gjithë lufta që ne bëjmë për dashurinë. Kështu që shihemi në vazhdim.